Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar në rrjetet sociale gjatë procesit të votimit për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike duke publikuar disa foto nga fletvotimet ku sipas tij disa demokratë kanë shënuar emrin e tij. Në postimin e tij, Saliani shpreh mirënjohje për mbështetjen që thotë se ka marrë nga anëtarët e partisë në të gjithë vendin. Faleminderit dhe mirënjohje për çdo demokrat që sot ka zgjedhur të shënojë qartësisht preferencën e tij. Saliani pretendon se ka marrë qindra mesazhe dhe foto nga demokratë në deg të ndryshme të vendit, të cilët pas tij po reagojnë ndaj situatës brenda partisë, po më vijnë qindra mesazhe dhe foto nga demokratët që përmes votës, shkrimit, emrit apo refuzimit të farzës po tregojnë se Partia Demokratike nuk është pronë personale. Në reagimin e tij, ish-deputeti përmend disa qytete, duke theksuar se mesazhet shtrihen nga Shkodra në Korçë, Vlorë, Kukës, Fier, Dibër, Elbasan, Gjirokastër, Berat, Lezhë, Durrës e Tiranë. Nga çdo deg po vërshojnë reagimet dhe fotot e fletës së votimit. Saliani ezilson procesin të padrejtë dhe thotë se demokratët po reagojnë kundër tij. Kur gara vritet, kur alternativa përjashtohet edhe kur vula përdoret për të mbajtur peng opozitën, demokratët dinë të reagojnë me dinjitet. Në fund të reagimit të tij ai theksoi se betejë politike brenda PD-s do të vazhdojë, ne nuk dorëzohemi, do ta çmontojmë këtë farzë me kurajo, me demokratë lirë dhe me besim se Partia Demokratike do t'u kthehet anëtarëve dhe qytetarëve.